Deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan të konstituojnë Kuvendin të njëjtën në përpjekjen e nënt pasi nuk kaloi propozimi kryesuesit të seancës, Avni Dehari, për votim të fshehtë për kryeparlamentarin. Ndryshe nga herët e kaluara nuk u propozua kandidati për kryetar të Kuvendit nga partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetvendosje. Pas dështimit të nëntë të seancës konstituive, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, deklaroi se Lëvizja Vetvendosje Albin Kurtit ka vendosur të vazhdojë talljen, teksa ka thënë se me propozimin për ndërrimin e formës së votimit ka bërë shkelje të hapur kushtetuese. Krasniqi ka përsëritur qëndrimin e partisë së tij kundër kandidaturës së Lëvizjes Vetvendosje për kryetarin e Kuvendit Albulena Haxhiu. Kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, ka shprehur qëndrimin e tij pas dështimit të radhës për konstituimin e Kuvendit. Përmes një komenti në Facebook, Abdigjiku ka akuzuar Lëvizjen Vetvendosje për veprim me arbitraritet të plot pas propozimit për ndërrimin e formës së votimit për kryeparlamentarin.